Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV. Le të themi një orë para nismës së spektaklit më të famshëm në Shqipëri, Big Brother VIP Albania 4, ku sot janë ngritur pikpyetje të mëdha, janë shtruar pyetje të ndryshme se çfarë do të ndodhen sonte në këtë spektakël. Jam munduar të komentoj të gjitha ngjarjet, jam munduar që pranë jush të jem pak më i shumanshëm dhe jo i një anshëm. Kam folur për raportin e Gjestit edhe të Eglit, që ka qenë një raport i cili ka patur disbalanca, do të them, dhe tani do të flasim për një mundësi që përflitet që sonte mund të ndodhen në shtëpinë e Big Brotherit. Kutia e Pandorës. Ju e dini zakonisht në për të gjitha spektaklet e cilat kanë qenë më herët, kuti Pandore ka patur 3 radhazi. Në këtë Big Brother janë hapur 2 kuti të Pandorës, njëra e cila u hap nga Egli dhe dyta që u hap nga Gerta Gixhari. Sonte pritet që të hapet kutia e 3 e Pandorës në këtë spektakël dhe konkretisht në këtë pikë të lojës ku kanë mbetur edhe 20 ditë nga finalja e madhe. 20 ditë nuk janë pak, por 20 ditë nuk janë edhe shumë, për të ndryshuar të gjithë rrjedhojen e lojës. 20 ditë mund të ndryshojnë gjithë shka në këtë lojë nëse banorët nuk din të kontrollojnë strategjinë e tyre, nuk din të mbajnë aleancat e tyre dhe bëjnë ndryshime të mëdha. Spektakli i sotëm i Big Brother VIP Albania 4 pritet të jetë një natë jashtëzakonshme dhe mbushur me tension, emocione dhe surpriza të mëdha. Por mbi të gjitha, pyetja që ka pushtuar rrjetet sociale dhe ka vënë në dilemë publikun është kjo: a do të hapet kutia e Pandorës sonte? Ky mekanizëm misterios i Big Brotherit është i njohur për fuqinë që ka për të ndryshuar rrjedhën e lojës. Një zgjedhje e vetme mund të sjellë privilegje, dëshkime, përfitime strategjike apo kaos total brenda shtëpisë. Dhe sonte njëri nga banorët do të përballet me këtë vendim jetik. Kush do të hap kutin e Pandorës? Midis banorëve të mbetur dhe banorët të cilët synojnë për të qenë në finale, emrat që përfliten më së shumti si kandidat për të hapur kutin e Pandorës janë Gerta, Laerti, Rozana edhe Gjesti. Por në këtë rast, Gerta bie nga kombinimi, sepse Gerta e ka hapur një herë kutinë e Pandorës, do të thënë kutia e Pandorës është mundësi që të jepet vetëm një herë në shtëpinë e Big Brotherit, atëherë besim tek Laerti, Rozana edhe Gjesti. Por ne komentimin do të bëjmë që nga Gerta, një lojtare strategjike, e cila ka treguar se di të bëjë lëvizje të forta dhe nuk trembet të rrezikojë. Nëse ajo e hap kutin, mund të kemi një shok të madh në shtëpi. Por Laerti, i qetë, i përmbajtur dhe shpesh i mistershëm, por një lëvizje nga ana e tij mund të sjellë një tjetër dimension në lojë. A do të marrë ai guximin për të hapur këtë kuti, në qoftë se do t'i binte? Më pas se kemi Rozanën, një nga banorët më të forta, me një karakter të fortë dhe pa frikë nga pasojat. Nëse ajo e hap kutin, mund të presim emocione dhe trazira. Dhe në fund është qershia mbitor, Gjesti, ka qenë një nga lojtarët më të përfolur të këtij edicioni. A do të jetë ai që do të marrë guximin për të ndryshuar fatin e lojës? Kjo gjë nuk dihet. Publiku ka mbetur në dilemë totale. Kush do të jetë ai që do të guxojë të hap kutinë e Pandorës? Çfarë ndodh nëse hapet kutia e Pandorës? Sipas skemave të mëpërparshme të Big Brother, kutia e Pandorës mund të sjellë 2 lloj skenaresh. Një avantazh i madh për banorin që hap kutin, mund të jetë imunitet, një bilet për në finale, ndonjë përparësi strategjike ose mundësia për të ndikuar në lojën e të tjerëve. Dhe e dyta, një pasojë e rëndë për të gjithë shtëpinë. Kutia shpesh përmban një ndëshkim për të gjithë banorët si një eliminim i menjëhershëm, ndryshime drastike në nominime ose sfida të vështira për të gjithë. Kjo është ajo që e bën këtë mekanizëm një nga më të frikshmit dhe më të emocionuesit e Big Brother VIP Albania. Një vendim mund të jetë shkatrim ose shpëtim i një banorit. Përveç kutisë së Pandorës, sonte priten edhe zhvillime të tjera dramatike,
përplasja mes Gertës edhe Eglit, një miqësi që shkon drejt shkatrimit apo një lojë e pastër për të siguruar finalen, sqarimi mes Rozanës, Danjës edhe Eglit, a do të ketë paqe apo një përballje epike me ofendime dhe tensione, një surprizë që mund të ndryshojë jetën e njërit prej banorëve, a është për Gjestin, për Rozanën apo për dikë tjetër që ne nuk e presim, eliminimi i radhës, një banor do të largohet sonte, a do të jetë një nga favoritët tanë apo jo. Dhe më pas çfarë pritet që të ndodhë, e vetmja gjë që dihet me siguri është se spektakli i sonshëm do të jetë shpërthyes, me një televotim që do të shpallet finalisti i parë dhe me një kuti të Pandorës që mund të ndryshojë gjithë rrjedhojën e lojës. Publiku duhet jetë gati për të gjitha skenaret e mundshëm. A do të guxojë dikush të hap kutinë? A do të jetë ky një moment që ndryshon fatin e të gjithë lojës? Përgjigjet do t'i marrim sonte në Big Brother VIP Albania. Unë do ta them që në Big Brother sonte, më besoni që do të bëhet një super hata. Ju vazhdoni na ndiqni me subscribe, unë do të komentoj të gjithë ngjarjet që do të jenë sonte, do të komentoj gjatë publiciteteve gjërat më interesante dhe si zakonisht në përfundim të Prime-it kur unë ndaj kohën për të qenë pranë ndjekësve të mi për të ndarë të gjithë mendimet, për të ndarë të gjitha komentet, edhe ju të keni një dritare të hapur ku të flisni fjalët tuaja për atë se çfarë do ndodhen sonte, hatërmbetjet por qoftë edhe kënaqësitë.